Do qoftë Zoti Haziji si veterani politikës tashmon Kosovë, din që Kosova aktualisht nuk ka opozit, po ka disa grupe politike rivale të shumicës, rivale të partisë të Albin Kurtit. Sepse për me pas opozit, duhet me qene bashkume, duhet me pas një lider dhe duhet me pas një kauz. E na nuk kemi opozit as me një lider, as me një kauz për bashkët. Tash, pyetja jame që më ju dhonë mundësi juve ma shumë me nasharu është, a mund vje Kosova drejtë një bashkim opozitor kundër pushtetit aktual, kundër shumicës aktuale, do më thonë me cilin kauz dhe kur po flasëm për një farë djathte, a mendoni Zoti Haziji se kjo e djatha për cilin na po flasëm pak një në Kosovë, edhe pak na kemi dhonë, shme thonë, impute, brum, që me njoft njerëzit që ka do me thonë e djatha, për asyri se o pesha kur Kosova majnë veriste nuk o kanë, historit vetë. Unë e s'po ku mendoj qështu. Tash, si me orë me një, cila o kauza, a ka shansë më bashku opozita dhe qysh me ja spjegu shqiptarit ose shqiptarës, ose qytetarëve të Republikës Kosovës, qka është e djatha, qka paraqet e djatha. Sepse unë e pesho që shumica absolute nërën ka një barazi si mit, ka he majta si ideologji. Faleminderit shumë. Edhe LDK-ja ka kalu procesin e profilizimit politik. Do t'jem shumë i lumtur me ju thonë që e kemi mbyllë këtë proces sukses shumë, sepse ne me njerën pas luftës kemi fillu me u largu nga tiparët televizës politike dhe me shku drejt profilizimit qendrës djathtë. Qendra djathtë për dallim nga djathta ekstreme, besoj që dallon shumë, jo pak, sukur që është e majta si qendër dhe e majta ekstreme. Njëta sepse fundja ju e din që ekstremet putën, pavarësisht të majta djathta të bom bashkë për kauza. Çka kemi na jem të erujt qendrën e djathtë. Dhe jemi të ndërtu kulturën politike në Kosovë që për skajt Republikës, për rreth Republikës, për rreth atë dheut tonë, duhet të harrojmë vlerën për familjen, për pronën, për ekonominë e tregut, edhe për rolin e shtetit në raport me popullin e vetë. Natyrisht që VV-ja si parti politike i ka irun edhe ka ndërtu tiparët e një lëvizje politike dhe lemën caj ka arrit me absorbu, jo vetëm të majtit, për gjitha llojet e grupeve të majta, liberalet, dhe grupe tjera që janë në këtë shoqëni. Dhe nuk ka vit qartë, përkundër që ne dim dhe po besojmë që Zoti Kurti është ideologjik, mbi gjitha është shumë ideologjik, për dallim për këtë tjerëve. Ne po arrime që me punu dhe ky lloj bashkimi politik i LDK-s, i gjitha mendimeve, shkollave, edhe gjetjeve tona me afru njerëz në besim për rreth LDK-s, me ndërtu LDK-n si qendër e cila i absorbon krejta dhe i akomodon krejta këto kërkesa politike. Duke mos e anashkalu as njëherë e rolin dhe rëndësinë që ne e kemi si peshë politike edhe si parti politike në këtë vend. S'po kalojmë ditë mira, por është pjesë e asaj që në këto rrugë kanë me kalu këtë partit e tjera, që mbrapa neve. Na bartmi barën e jetës tonë politike, të kalumës tonë politike, tashme sigurisht edhe për të ardhmen. Por ne jemi në një mandat 4 të e mbyll, një dekat 4 të e mbyll, kemi kryetarin e 4 që është të udhëheq LDK-n, i cili ka nga proceset e mbrëmshme zgjedhore, shumë demokratike, dhe kemi përballë 13 dalje politike nga LDK-ja. Dhe nuk ka pas të bëj asnjë me motive ideologjike që e lidh me tiparët e lëvizjes politike. Hiq ato parti që ju e kujtoni, që LDK-ja i ka inkubu dhe i ka stimulu partinë fshatare, partinë republikane, demokristiant, si grup të demokracisë në një kohë të rëndë, ku ne kemi ndërtu shtetin tonë, Republikën